ngjarje ku ka trazuar Serbinë, ku Aleksandar Vučić u smui shkreti, ja? Thuhet që është sëmur, po disa media serbe raportojnë që është përzënë nga shtëpia e bardhë, nga shefja e shtëpisë bardhë, e cila vajza së cilës është pjesë e kompanisë së lobimit që është pajtuar, po themi, nga shqiptarët e Amerikës për të bërë lobimin për Partinë Demokratike. Dhe thuhet që Vučić nuk është lejuar që të takohet me presidentin Trump, pikërisht nga që ka qenë ndërhyrja e shefes së kabinetit Donald Trump. Po për të njëjtën person, mediat pranë opozitës kanë raportuar që në disa herë zonja ka prishur disa takime të mundshme që kanë qenë duke u planifikuar mes, po themi, administratës së Trumpit edhe vetë Trumpit me kryeministrin Edi Rama. Shiko, që është e vërtet që këto të sorosianët janë bërë kaq shumë keq, janë bërë. Sepse kur ka qenë Bideni, janë bërë kaq shumë gjëra të tmerrshme, jo në raport vetëm me botën, por me Shqipërinë, Serbinë dhe Kosovën, që unë them pse bien viktim dhe është e kot të besoni çdo individ i cili mban një flamur dhe të thoni që derisa ky është ambasador, normalisht ky përfaqëson interesat e Amerikës. Unë them tek qytetarët shqiptar që jo çdo person që mban një flamur të një shteti dhe është ambasador mund të besosh 100% që ai po respekton strukturën dhe shtetin që nderon. Rasti me Gonigal u bë një zhurmë, por në fund fare nuk u dha drejtësia. Rasti i Vučićit që u smur për një takim të mundshëm me Donald Trumpin, kjo është e vërteta që tregon qartësi për ata që kanë dhënë sazanin tek familja e Trumpit për të joshur ata që të kenë një qasje të ndryshme në raport me Shqipërinë dhe Sorosin. Pse e them këtë? Se para se të smullej ky Vučići, para se t'i ngrihet temperatura, nuk e di çka kishte bërë takime me djalin e Trumpit. Dhe të gjithë të kënaqur, pica aty kishin shtruar, dreka, darka, erdhi 2 herë, na takoi, do bëjmë namin, do ndryshojmë raportin ton ndërkombëtar pra me Amerikën, sepse Serbia mund të jetë atashuar me Rusinë, por e vërteta është që Serbia në rast se ka një konflikt me Amerikën, normalisht nuk do ishte në favorin e saj, se dihet kush fiton. Dhe unë mendoj dhe të jem realist me ju, edhe jam i bindur që kjo ka ndodhur, është që Trumpi i ka dhënë një ultimatum Vučićit. O dorëzohu, o do të rrezojmë. Nuk e di a e pe politikën e jashtme apo të brendshme të Kosovës, por unë kam folur me shumë miq nga Kosova dhe i thoya diçka atyre. Kur doli Grenell dhe bëri një deklarat, mora 2 gazetarë të më vërtet. Po të paktën njëri është që më përgjigj direkt dhe kam një komunikim atë, po personi tjetër nuk u dha përgjigjen ashtu siç u do, në kuptimin që doja një përgjigje të saktë. Ma dha shumë të lëkundur. Por personi që unë komunikoj dhe vazhdoj të komunikoj me të dhe i them, nga kjo deklarat i them, a keni ndonjë presion si shtet, sepse kjo deklarat e Grenellit për mua është shumë çuditshme, ka çudit të madhe, nuk e kuptoj pse ka bërë këtë deklarat. Dhe nuk mendoj se Albin Kurti do të marrë mandate shumë, dhe kam frikë, dhe besoj këtë gjë. Dhe më thot, mos ke merak se çdo gjë është e qartë, ai e formon qeverinë, populli do ta votojë, kjo ambicia e tij ishte mbi 500.000 vota, nuk e di, qeveri do ketë sigurt. Or i thash, kam frikë mos nuk do keni parlament, se qeveria e di që nuk do keni, por parlament nuk do keni dhe shikoni faktin që në Kosovë nuk formohet dot qeveria, po jo edhe parlamenti. E lidha këtë për t'ju thënë diçka shumë konkrete. Grenell reagoi për Serbinë, për Kosovën. Grenell reagoi për Serbinë bashkë me Trumpin një tavolinë.
Çfarë tregon kjo gjë? Që linja Trump në Kosovë dhe në Serbi nuk është linja e Departamentit Amerikan të Shtetit. Pra ka ndryshuar qasja. Tani të gjithë duan të dinë, po me Shqipërinë çfarë ka ndodhur? Dhe unë duhet t'ju lidh te kontrata 26 milion euro të lobimit. Kjo kontratë pse është bërë 24 muaj dhe jo 6 muaj? Këtu dua unë të më jepni përgjigje. Unë e kam gjetur që linja Trump punon me kontrata afatgjate, po kur nuk punon me kontrata afat shkurtë. Që do të thotë, zoti Grenell ka Kosovën dhe Serbinë në monitorim, por sherifi, që ka thënë zëvendës presidenti amerikan, mendoj se do shfaqet pas zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri.